Edhe kjo gjykatë është dashur të jetë inekzistente, jo të pretendohet atje në bashkëpunim edhe me prokurorinë serbe, po edhe me Ergat Dreqit. Unë e thash edhe me emra në qeverinë Kurti, edhe vetë Kurti mund të them lirisht, sepse i dim deklaratat e tij në Parlamentin e Republikës Kosovës kur i kvalifikon të udhëheqësit dhe basit e luftës si kriminal. Edhe dihet thënia e tij shkashin në gjykatën speciale, po megjithatë unë sot i përmenda 3 emra, i theksova ato që ne si organizata, unë personalisht do të ndisha i turpruar me qenë se kam familjar të ngushtë dhe gjerë të ranë në epopejën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkë me Lagjen Jashari dhe bashkë me komandantin legjendar Adem Jashari, dhe unë do të thojë se do të ishte fyrje në këtë epopejë të bëjmë omazhe bashkë me ata që e kanë goditur, me ata që